Nuk është qëllimi jonë të shkojmë zgjedhje, ai do të ishte opsioni i fundit për neve. Kundërshtit që po bëhen më tepër janë taktizime se sa që kemi të bëjmë me ndonjë arsye konkrete. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pra, ka çdo të drejtë dhe është larg mendsh të thuhet që nuk plotson kritere apo nuk plotson kushte. Realisht kushtin për çfarë do pozite brenda kuvendit, sipas kushtetutës e plotson kushdo që është deputet. Pra ky është kushti minimal. Po ne kemi shkuar edhe më tutje, pra kemi propozuar gruan më të votuar në zgjedhjet e fundit. E po besoj kjo flet edhe për atë se si lëvizje vetëvendose, pra jemi të përkushtuar që kuvendit t'ia japim një kryetare grua. Ky është propozimi jon, nuk ka pasur ndryshim, as nuk do të ndryshoj, sepse ne kemi diskutuar brenda para se ta propozojmë kandidatën. Gjithsesi, çka takon tash të bëhet tutje, ne kemi pa që deri më tani vetëm një herë kuvendi ka pasur shumicë. Ka qenë votimi i raportit për verifikim të mandateve. Të gjitha votimet tjera pra nuk është arritur nga asnjëri ta bërë numri i votave prej 61. Kjo nuk kupton që cilat do pozitë, nëse nuk ka një dakordim për të ecur tutje, pra edhe kryetari, por edhe nënkryetarët nuk mund të kalojnë. Sepse kemi pa që tabori tjetër që po voto kundër, deri më tani i kanë vetëm 46 vota. Dhe më thonë, ne kemi 57 vota deri më tani, tabori tjetër i ka 46. Pra nuk është se dikush tjetër, ose votat kundër e në 61, e prandaj po detyrohemi që të ndryshojmë. Situata është e tillë, duhet konsenzus politik, duhet dakordim politik, i cili mund të arrihet kur të dakordohemi edhe për kandidatët për nënkryetar. Pra ky do të ishte ai kompromisi që po kërkohet, sepse siç e kam thënë më herët, nëse insistohet që fituesi të zgjedhjeve të përcaktohet kandidati nga subjekte tjera, atëherë pse të mos vlej i njëjti diskrecion edhe për nënkryetarët. Duhet ta kemi parasysh edhe një gjë. Pra vendi ka qeveri. Ka qeverin detyrë, por megjithatë ka qeveri. Çka mungon aktualisht në substancën e shtetit është kuvendi. Pra nuk ka kuvend të konstituuar. Dhe këtu bara bie mbi të gjitha partitë që janë anëtare parlamentare. Nuk është qëllimi jonë të shkojmë zgjedhje, ai do të ishte opsioni i fundit për neve, nëse në fund të ditës megjithatë kuvendi, deputetët e zgjedhur, përfaqësues të popullit refuzojnë të konstituojnë kuvendin, atëherë opsioni i fundit mbetet ai. Po ne nuk jemi të interesuar për atë opsion. Siç e kam thënë edhe më herët, opozita nëse kërkon kandidat tjetër, ajo nuk është zhbllokim i situatës. Ajo është vetëm kalimi në bllokadën e radhës pastaj. Sepse kandidatët për nënkryetar pastaj mund të kontestojnë në të njëjtin parim. Por ne kërkesa jonë është që të ketë reflektim, megjithatë që të bëhet konstituimi i institucioneve të vendit. Por e keni pa, ne nuk kemi qenë bllokuesit. Për të zhblloku procesin, duhet lëviz ai që ka blloku procesin. Ne nuk kemi bllokuesit këtë rast. Po e shohim që partitë opozitare duke votuar kundër dhe duke mos lejuar lëvizjen përpara për konstituim të kuvendit, po e bllokojnë procesin ngjashëm siç ndodhi pra me herën e kaluar kur bllokuai procesi i verifikimit të mandatit.